Pra është ideologji fetare, jo për diçka tjetër. Në nshtrimi total ndaj tyre. Dhe kjo do të ndodhë vetëm atëherë kur në lindjen e mesme do të ketë një virus të madh që po pritet nga maji i vitit 2026 të kaploj atë pjesë të lindjes së mesme, sepse këta kanë arritë që të krijojnë virus laboratorik për kodin gjenetik të specifik të një populli. Ti po paralajmëron që kena pas një tjetër pandemi? Po. Maj 2026. Çfarë ka me qenë diçka si... Ajo më fatale, 10 fish më fatale se COVID-19, sepse COVID-19 ka qenë një test dhe një metod e mbledhjes kolektimit të mostrave të ADN-ve të këtij popujve në botë. Përmes strishove që i futshin hund. Ato mostra të strishove kanë qenë PCR test që s'ka lidhje me COVID-19-in. Këto e kanë konfirmu mandej pastaj pas pandemisë edhe Anthony Fauci edhe CDC-ja, që testi PCR s'ka pas lidhje me COVID-in, por shpikësi i testit PCR, prona e shpikjes së testit PCR, ka vdek në shtator të 2019-s, në nëntor dhjetor që ka fillu, është Karen Mullis. Karen Mullis e kanë gjetë të vdekur në shtëpinë e tij në shtator 2019-s. Në nëntor dhjetor të 2019-s filloi pandemia. Në mars të 2020-s mirët vendim që strisho PCR të mirët si përbazë për testet e Covidit. Dhe në mars të vitit 2020, testi PCR i kalon në pronësi Michael Rothschildve. Dhe Rothschildët, pastaj, përmes OBSH-s, e kanë bo tubimin, mbledhjen, kolektimin e disa mostrave në Gjermani, në për qytetet e Gjermanisë, në për qytetet e Francës, në për qytetet e Kosovës, Serbisë, dhe i kanë tubu të gjitha mostrat e botës, të ADN-ve në botë. Sot, zyrtarisht, në 2024-ën, Netanyahu, personalisht, e konfirmon se Izraeli, qeveria jonë, i ka mostrat e mbi 100 popujve në botë. Mostrat e ADN-s të mbi 100 popujve në botë. A i s'mund me thonë të kejt popujve në botë. Po e tregon se ata kanë. Sot kanë arrit që të shpikin, të krijojnë një virus, një bakterie, për kodin gjenetik specifik. Dhe më thonë që kanë mu shu kombe në botë?